Po i ke gati më emrat e tjerë, po thjesht nuk i ke tani në këtë moment sepse do mbushe kaq shumë burgje dhe do ngeli Partia Socialiste bosh. Dhe puna është që mos ngeli Partia Socialiste bosh, po e bën ngadalë, se nuk shko, se shiko, edhe rasti penal është kështu si film o zotëri. Intrig ka, ç'a ka? Intrig, marrin nga mjes deri ndark thënë për një prokuror, nga mjes deri ndark për një prokuror tjetër, i del një prokuror më i dobët, i del një prokuror më i fortë, i del një prokuror më i bukur, i del një prokuror më i zoti. Ku e di unë tani ç'a bën këta? Kanë ëndra me prokurorët këta. Unë ju them juve këtë gjë, e mbajeni mend nga ana ime, që gjithë procesi që është bërë ndaj zyrtarëve të Partisë Socialiste, por edhe ndaj zyrtarëve të tjerë të opozitës, është i montuar politikisht, sepse 20 prokurorët e SPAK-ut janë zotëri pjesë dhe lojë e Partisë Socialiste në drejtimin e Edi Ramës. Ky është fakt konkret. Pse për shembull ju më thoni mua, a e bë Edi Rama? Po unë ku them, kur Edi Rama thot nuk pyes për procedurë, unë po tisha prokuror të thoja, po vlla, hajde pak themi dy fjalë. Se imagjino tani prokurori i SPAK-ut të vinë në gjykat, edhe ti themi ne kodi procedurës penale, thotë ne, çfarë këto budalli që më thonë. Jo që si thënë, po themu të pyra çan këto. Po nuk bëhet. Po shkojmë në një proces, shkojmë me procedurë. Si shko për shembull ti ku e di ti si është afati, ku e di si duhet procedosh ti? E dim? Jo, do lexosh dhe procedosh. Pra, ti mos më thuaj që unë them është Edi Rama. Unë po them është Edi Rama, sepse Edi Rama e tha në komision, aty nuk pyes për procedurë zotëri. Paf. Po çfarë konkret e ka thënë zotëri, e ka thënë. Po sa do them diçka të fundit. E çam ka thënë mua një zyrtar, një person që ka pas akses në një drejtësi në një shtet huaj, më tha, zotëri, aty ku ti shikon që të vinë shumë dokumenta, ti thua vlla, një sekond, ti lexojmë. Në rast se të shkarkojnë, ik me kokë lart. Po në rast se të qëndrosh, të paktën lexoj dhe merr kopjen e atyre. Prandaj unë po të them që ata kanë zgjedhur mos t'i lexojnë. Se kanë lexuar, se kanë shkarkuar dhe kanë vazhduar. Kush e thot aty ta firmosësh me zor? Vetëm po do shpirti e firmosën dhe konvertohet ajo pastaj. Në këtë rast, nëse Belinda Balluku rrezikon seriozisht përballë drejtësisë, a mendoni se mund ta tërheqë dhe mund t'i bëj gropën edhe vetë Edi Ramës? Jo, zonja Balluku nuk i bën gropën Edi Ramës. Lajmin në fundit ja bën Leon Veliaj, sepse zonja Balluku ka një strukturë të qëndrueshëm, besnikërie, dhe nuk do të mendoj kurrë në jetën e saj që kjo gjë po i bëhet nga Zoti Rama. Pra, zonja Balluku është shumë e sigurt nga kush e ka, çfarë pret dhe se si do të përballet. Nuk do të bëj atë që mendojnë të tjerë që do të bëhet. Pra, nuk rrezohet Zoti Rama nga zonja Balluku. Zoti Rama do të rrezohet nga individ të tjerë, të cilët janë individ që unë po ju a them me karakteristikë shumë të qartë. Njerëz që sot Zoti Rama ka, pra, njerëz të cilët ishin pjesë dhe palë nga Berisha, nga Balla, nga Basha, nga Kryemadhi, nga Meta, të gjithë këto individë dhe nga Veliaj kanë ikur dhe kanë bërë pakt me Edi Ramën. Pra, në një farë mënyrë ti si i quan këta? Servil. Pse? Se nuk kanë një strukturë qëndrueshmërie. Dhe të gjithë këta kanë shkuar edhe kanë gjetë një hapësirë, një aneks të Edi Rama. Ai i përdor me pengmarrjen e votës, i shfrytëzon, edhe në fund fare i hedh në rrugë ashtu siç është një përdorim shpe. Dhe duke qenë në këtë situatë, ju duhet të dini shumë mirë që Zoti Rama nuk është i rrezikuar nga zonja Balluku, sepse Zoti Rama e di shumë mirë se si ka punuar dhe si punon dhe si filozofon zonja Balluku. Zonja Balluku nuk e rrezon Edi Ramën, por zonja Balluku rrezon të gjithë të tjerët përreth Edi Ramës. Dhe ajo në momentin e duhur dhe në rast se nuk është ndaj saj një mas sigurie e rëndë e cila e bën atë
të pamundur të jetë në jetën aktive, pra e izolon në pogradec, në mënyra të ndryshme ajo do të marri do të marri hakun e saj ndaj atyre të cilët do të mendojnë se ajo është e mbaruar, por ajo politikisht mund të jetë e pezulluar, por do të ketë një betejë juridike. Edhe ju a thash edhe një herë, ajo po futet në betejën juridike sepse duhet të mbrojë dikë. Dhe mbrojtja që ajo do të bëjë do jetë nder për personin që mbron. Dhe prandaj personi që do të e mësojë dhe do bindet që ajo po e mbron, nuk ka mundësi që ajo të tradhtojë Edi Ramën. Prandaj po them që nuk e tradhton Edi Ramën. Ai që do të bëj atë gjëmën tek Edi Rama, nuk besoj që do të jetë person që është brenda në burg. Ai që do të bëj gjëmën Edi Ramës është i jashtë burgut dhe nuk do të jetë asnjë nga këta të cilët janë brenda burgut. Kur mendoni se SPAK do t'i marrë telefonin Edi Ramës me që ai u hakrye aq fort, duke thënë që SPAK të guxojë të marrë telefonin tim? Jam tani me emocion, jam si puna atyre ministrave që Rama i thoshte emrat edhe ata ishin duke u mencionuar. Çfarë them unë tani telefonin? Ku e di unë tani kur jam me telefonin? Në varësi të situatës, është në varësi të motit, të ajrit, të atmosferikës, të asaj që ne themi të dashurisë së brendshme politike. Ramos nuk ja merr asnjëri telefonin përveç se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rast se e marrin në telefon, po jo se ja merr dikush telefonin. Zoti Rama në aspektin procedurial, penal edhe kushtetues është i mbrojtur. Pra në rast se do të ketë një revolt të brendshëm në grupin parlamentar të Partisë Socialiste që hedhin zotin Rama në rrugë edhe duke vendosur një kryetar tjetër, edhe zoti Rama në mënyrë të papritur mos të jetë më kryetari i Partisë Socialiste, dhe telefonin i marrin edhe e arrestojnë menjëherë. Timi realist për këtë, që mos mashtrojmë opinionin publik. Në rast se ndodh ky skenar, në rast se kemi të bëjmë me një skenar që SPAK-u shkon edhe i thot Ramës të lutem më jep numrin telefon, më jep atë telefonin, thjesht ama të shikoj 2-3 gjëra, sepse e kap emocioni. Tani është çështje e tyre të brendshme, por SPAK-u kurse si nuk mund të jetë një institucion i cili shkon tek Edi Rama dhe bogaripin. Madje mos them që Edi Rama i bogaripin sepse dhe zoti Dumani tha diçka të bukur dhe unë për herë të parë me zotin Dumani bie dakord. Çfarë? Politika është mbi gjithçka. Pra ne jemi organizuar dhe strukturuar mbi politikën. Çfarë do të thotë kjo gjë? Pra mbi ligjin. Pra ligji kush e bën? Parlamenti. Po ti çfarë po zbaton? Ligjit e parlamentit, nuk zbaton urdhët e Qimetës që ishte ajo që u bë ambasadore nga ambasadorës që u bë biznesmene. Prandaj ajo që unë mendoj është kjo që zoti Rama telefon mund t'ja japi në një moment që të bindje dhe opinionin publik, pra përveç se është ky rast i Ballukut që shkon ajo takon nxjerr lajmin që unë procedova, pastaj i det klineta që thot Rama, kupton se është lojë e bukur kjo. Në një moment të dytë është kjo dela i kush do dalë tani dhjetor prokurori i SPAK-ut. Unë e di ti qëndrimin tim, që ai prokuror që duhet të dalë ka një luftë shumë të madhe. Di kush është lufta? Shkoj në kryeministri dhe të marri regjistrin sipas nerit 287 të Kodit të Procedurës Penale, që është emrat e personave dhe veprat penale, sepse aktualisht nga 2020 deri më sot atë libër e ke në kryeministri. As Arben Kraj nuk e ka marr, as Dumani.